Kryeministri Rama thot se nuk mund t'jap dorëheqje pse vërtet një pakic, pasi synimi është ulja e vendit në sofrën e EBE-s. Në prezantimin e dokumentit prania besnike, Rama u shpreh se mandati i 4 duhet jetë kthes edhe për PS-n. Partia Socialiste dorëzoi në kuvend propozimin e saj për ndarjen e re territoriale. Sipas draftit, 15 bashki do të shkrihen, ndërsa për herë të parë do të krijohet një organizëm i ri që do të jetë qyteti, PD e quan thik pas shpine për qytetarët. Qeveria e konsideron të papranueshëm vendimin e deputetëve demokratë për dërguar në gjykatën kushtetuese miratimin e marrëveshjes me Shtetet e Bashkuara. Por Berisha shprehet se kanë atakuar vetëm procedurën e miratimit dhe jo vetë marrëveshjen. Kryeministri PAK Klodian Brau thot se biznesmeni Ermal Beqiri ishte lokalizuar në Francë para se ai të arrestohej. Ai shprehet se prokuroria shqiptare ka kërkuar nga autoritetet franceze sekuestrimin e çdo pasurie të tij në Francë. Ndryshe nga vendet fqinje, Shqipëria këtë vit gjendet në një situatë më të favorshme për sa i takon zjarreve. Kreu i emergjencave civile Aki Çako thot se këtë vit ka patur vetëm 27 vatra dhe se 90% e tyre kanë qenë të qëllimshme. UEFA del kundër propozimit të FIFA-s për të ushitur një pjesë të drejtave të Kupës Botës investitorëve privat. 55 federata europiane të futbollit vendosën të bojkotojnë të gjitha aktivitetet e FIFA-s derisa ky propozim të jetë aktiv. Zonja dhe zotërimi mbrëma, mirë se erdhët këtu në televizionin Klan. Ky është edicioni i lajmeve të orës 19:30. Kryeministri Edi Rama tha sot se nuk mund të jap dorëheqjen pse vërtet një pakic dhe se synimi është ulja e vendit tonë në tryezën e Bashkimit Evropian. Në prezantimin e dokumentit prania besnike, Rama u shpreh se mandati i 4 duhet të jetë kthes edhe për Partinë Socialiste. Pak ditë pasi prezantoi dokumentin strategjik BES, kryeministri Edi Rama ndau me drejtuesit politike dhe krerët e komisioneve parlamentare aneksin që shoqëron i emërtuar me prania besnike, që ka për qëllim të orientojë angazhimin e strukturave socialiste për kthesën e mandatit të 4 të qeverisës. Prania besnike e Partisë Socialiste nuk mund të jetë as zyra e Punteros Argentinas, as portel ankesash dhe as një kopje shqiptare e ritualit Singaporit apo një tentative të shtuar nostalgjike për partitë e masave të shekullit kaluar. Ajo duhet marrë prej përvojave të tjerëve mësimin, por pa trashëguar smundjen. Atyre që i kërkojnë dorëheqjen çdo ditë poshtyres së tij, Rama ju përgjigj se largimi nuk është virtyti i leadershipit e për më shumë tashmë që antarësimi në BE është realiteti i prekshëm. Unë për shembull e kam tagrin të vendos për veten time nëse duhet ti dëgjoj apo jo dëshirat dhe urdhrat e një pjese që këndon për zyrës time, Rama jepet dorëheqjen. Ajo këngë mua më pëlqen dhe më energjizon aq shumë sa t'ju them drejtëm gënjen mendja që mund të bëj një tjetër këngë me të. Por në çdo çast dhe rrethan për te këngës të largohesh nga detyra që të ka ngarkuar shumica, vetëm sepse një pakic bërtet në kor nuk është as tipar udhëheqës, as përgjegjësi institucionale dhe as modesti intelektuale. Është vetëm braktisje, një përgjegjësie shumë të madhe. Sipas kryeministrit, kjo nuk është betejë e Partisë Socialiste për të mbajtur pushtetin, por një betejë e Shqipërisë për të ulur në sofrën e BE-s. E ta themi qartë që mos keq kuptohet nga askush, kjo nuk është betejë e Partisë Socialiste për të mbetur në pushtet. Është betejë e Shqipërisë për të zënë përfundimisht vendin që i takon në sofrën e Evropës Bashkuar. Do ta mbajmë me dorë mos dhe me sukses përgjegjësinë që historia na ka vënë mbi supe. Për Partinë Socialiste, ky do të jetë mandati një kthese strategjike për të kaluar nga kapitulli i drejtanishëm i pranisë elektorale te kapitulli i ri i pranisë njerëzore. Të japim jetë një marrëdhënie tjetër mes qytetarit dhe qeverisë dhe ta vëmë partinë në dispozicion të qytetarit dhe të shtetit, jo qytetarin dhe shtetin në dispozicion të partisë. Të guxojmë me kurajo zhvillimet e reja
në këtë epokë të re, dhe të ecim përpara me ide të qarta dhe me këmbgulje të madhe, pa u lodhur, pa u ndalur, deri në ditën kur populli pastaj të flasë ndryshe me votën e tij. Mesazhi për të tjerët ishte i qartë. Dhe dera që hapet vetëm për tanët, është derë që një ditë mbyllet për gjithë ne. Mos përgjigja duhet shpallet e ndaluar në Partinë Socialiste. Ai theksoi se PS duhet të bëjë përjashtime nga partitë që rrin gjatë në pushtet dhe ndryshken. Nëse kjo nuk ndodh, atëherë nuk do të ketë mosken për PS. Ndërkohë, Partia Socialiste ka dorëzuar në kuvend propozimin e saj për ndarjen e re territoriale dhe administrative të vendit. Mazhoranca ka depozituar në kuvend propozimet e saj për ndarjen e re administrativo-territoriale, e cila parashikon uljen e numrit të bashkive në 46 nga 61 që janë aktualisht. Në draftin e PS-s risi është krijimi një organizimi të ri vendor që do të jetë qyteti e do të ketë një status të veçantë ligjor, duke organizuar vendin në 71 qytete dhe 387 njësi administrative, ndërsa numri i qarqeve mbetet i pandryshuar, po 12. Në qarkun më të madh atë të Tiranës, Bashkia e Rogozhinës propozohet të bashkohet me Kavajën, ndërsa Rinasi do të kalojë nga Bashkia e Krujës tek ajo e kryeqytetit. Në qarkun e dytë më të madh në vend, Patusi bashkohet Fierit, ndërsa Lushnjesi bashkohet Divjaka. Roskoveci dhe Mallakastra mbeten të paprekur. Qarku e Elbasanit ka pësuar ndryshimet më të mëdha, ku bashkit Belç dhe Cërik janë bashkuar Elbasanit, ndërsa Bashkia e Porrinjasi do t'i bashkohet Librazhdit. Të paprekura mbeten bashkit Peqin dhe Gramsh. Edhe në qarkun e Durrësit propozohen ndryshime, ku Bashkia e Fushkrujës do i kalojë Krujës. Ndryshime do të ketë dhe në Gjirokastër, bashkisë së Cëcilës do t'i shtohet dhe Libohova. Në këtë qark, ndryshime të tjera janë Memaliaj që i bashkohet Tepelenës dhe Kolcyra me Përmetin, ndërkohë Bashkia e Minoritetit Dropull mbetet e paprekur. Korça do të shkojë me 5 bashki, qyteti Juglindori bashkohet Maliqi, ndërsa bashkitë e tjera, Pusteci, Erseka, Bilishti dhe Pogradeci, mbeten po njësoj. Qarku Kukës nuk ka ndryshime, ndërsa në qarkun e Lezhës, Bashkia e Rubikut i bashkohet Rëshenit, ndërsa Mamurasi shkon me Kurbinin. Në qarkun e Shkodrës ndryshon vetëm Bashkia e Fusharësit, e cila i bashkohet Bashkisë Puk. Bashkisë Vlorë do t'i bashkohet Bashkia e Selenicës, ndërsa Finiqi, Kodispoli, Saranda dhe Delvina mbeten siç janë. Bashkisë së Berati do t'i shtohet Bashkia e Dimalit dhe Poliçani, ndërsa Kuçova dhe Skrapari mbeten të pandryshuara, ndërsa në qarkun e Dibrës ndryshim do të ketë vetëm për Bashkinë e Matit, të cilës do t'i bashkohet Bashkia e Klosit. Ky konsolidim territorial sipas Partisë Socialiste nuk sjell zhdukjen e asnjë bashkie, por çdo qendër e prekur nga ky proces do të ketë përfaqësimin institucional përmes nënkryetarit përkatës dhe përfaqësimit në Këshillin Bashkiak. Pas publikimit të këtij propozimit, Partisë Socialiste ka reaguar bashkëkryetari demokrat i komisionit të posaçëm Luciano Boçi. Ai e quan draftin një thik pas shpine ndaj qytetarit e territorit, pasi është ndërtuar me vija politike dhe si matematik votash që nuk konsideron qytetarin e shërbimin ndaj tij. Zhvlerëson funksionin e pushtetit lokal dhe krijon një precedent të rrezikshëm për çdo reformë tjetër e ndërveprim institucional të kërkuar me ngulm nga BE. Drafti i qartazi është një projekt për centralizimin e mëtejshëm të qeverisës lokale përkundrejt decentralizimit të kërkuar me insistim nga autoritetet ndërkombëtare si KIE, BE dhe Kongresi i Autoriteteve Vendore. Qeveria e konsideron si të papranueshëm vendimin e opozitës për të dërguar në gjykatën kushtetuese miratimin e marrëveshjes së UAS në fushën e mbrojtjes me Shtetet e Bashkuara, por kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha thot se kanë kundërshtuar vetëm procedurën dhe jo miratimin e marrëveshjes. Një ditë pasi demokratët paditën në gjykatën kushtetuese marrëveshjen $302 milion të huas mes Shqipërisë dhe SBA-ve. Ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi ka reaguar duke cilësuar një sinjal as pak të mirë qëndrimin e opozitës. Ai hodhi poshtë pretendimet se marrëveshja është në shkelje të kushtetutës, duke deklaruar se ajo monitorohet rreptësisht nga lati ynë strategjik. Qëndrimet e Partisë Demokratike janë totalisht papranueshme. Siguria kombëtare nuk është çështje debati politik. Ky nuk është një sinjal i mirë, por kundrazi të atakohet një marrëveshje e cila financon mbrojtjen është e papranueshme. Unë mendoj që kur
punën të siguria kombëtare nuk ka krahë politike. Fakti që kjo marrëveshje atakohet më është gabim politikisht edhe mesazhe dhe sinjale që çojmë shumë i gabuar. Programi FMF nuk është vetëm çështje financimi, është edhe çështje transferimit teknologjik, i cila do vullnet politik. Marrëveshja monitorohet rreptësisht nga palë amerikan. Bëhet fjalë për transferim teknologjik. Në kundër përgjigjes Sali Berisha ripërsëriti se opozita nuk ka dërguar në gjykatën kushtetuese marrëveshjen e Huas, por procedurën e ndjekur nga majoranca në kuvend, që sipas tij bie ndesh jo vetëm me ligjin themeltar të shtetit, por edhe me vendimet e vetë gjykatës kushtetuese. Nuk është hedhur marrëveshja në gjykatë, absolutisht. Është hedhur procedura, jo kushtetuese e përdorur për miratimin e saj. Opozita në çdo kohë e mbështet marrëveshjen, synimin e marrëveshjes, termat e saj. Ne votojmë në çdo kohë. Por opozita nuk mund të pranojë duke shkel ajo mbi të drejtat kushtetuese të veta. Ka një vendim gjykatë kushtetuese për këtë. Lidhur me qëndrimin e ministrit të mbrojtjes ka reaguar edhe kreu i grupit parlamentar të demokratëve. Përmes një postimi në rrjetet sociale, ai rendit 7 shkeljet e ligjit themeltar të shtetit në vendimarrjen e majorancës gjatë seancës plenare të 27 korrikut, ku socialistët miratuan me 74 votat e tyre marrëveshjen mes Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara. Opozita kërkon nga kushtetuesja shfuqizimin e ligjit ratifikues dhe pezullimin e tij, si dhe shprehet e gatshme që ta votojë marrëveshjen në një seancë të jashtëzakonshme brenda kornizës kushtetuese. Ministri i Turizmit Blendi Gonxhe thotë se protestat dhe situata politike ndikuan në rezervimet e kësaj vere. Një nga problemet e këtij sezoni, Gonxhja veçoi derdhjen në dete e lumenj të ujrave të patrajtuar. Protestat kundër investimit në zonën e Zvërnecit sollën pasojë edhe në ekonominë e vendit për sa i përket numrit të turistëve. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxha në një konferencë për mediat tha se turizmi, një nga sektorët më konkurrues, është i lidhur me perceptimin e të tjerëve. Për të provuar faktin e ndikimit të situatës politike, Gonxha u ndal edhe tek shifrat. Nuk mundet dot që deri në maj ne të vim me një crescendo dhe me një mesatare 8.2% rritje në krahasim me vitin e kaluar, ku maj në fund të këtij 5 mujorit parë ishte 16% më shumë se sa maj i vitit kaluar, papritur i gjithë muajit qershor të bjerë në 1.3% rritje kokë në kokë me qershorin e vitit kaluar. Dhe kjo të mos ketë si arsye kryesore situatën politike dhe situatën që lidhet me protestën, dhe këtu është pa asnjë konotacion gjykues. Gonxha thotë se pati tentativë të papërgjegjshme ndaj subjekteve të mikpritjes. Patëm edhe deri tentativa të papërgjegjshme, shumë gabuara, megjithëse nuk kemi parë asnjë ndjes deri tani të një sulmi ndaj subjekteve dhe ndaj ekonomisë së mikpritjes. Lidhur me raportin për gjendjen e ujrave larës në Shqipëri me cilësi të keqe dhe derdhja e ujrave të patrajtuar në lumenjë dete, Gonxha e pranoi se Shqipëria ndodhet në vështirësi në trajtimin e tyre, pasi është një proces i komplikuar. Ne kemi ende kanale të cilat kanë derdhje direkte në det dhe këto ndikojnë negativisht. Ky është një problem që ne po mundohemi ta adresojmë me forcë. Një përgjigje Gonxha pati edhe për koncertin e Kanye West, për të cilën tha se efekti ekonomik ishte nga më të mëdhenj duke tejkaluar vlerën e investimit. Sipas ministrit, vlera e parave në qarkullim nga ky event arriti në 35 milion euro. Kreu i SPAK Klodian Brau thotë se biznesmeni Ermal Beqiri ishte lokalizuar përpara se të arrestohej nga autoritetet franceze. Biznesmeni Ermal Beqiri ishte i lokalizuar kohë para arrestimit që fshihej në Francë pas drejtuesit të prokurorisë së posaçme Klodian Braho. Në një takim të zhvilluar me gazetarët këtë të njëjtë, ai shtoi se po ashtu është kërkuar sekuestrimi çdo pasurie të tij në Francë. Ermal Beqiri ka qenë i lokalizuar për javësh. SPAK e ka ditur ku ishte dhe prej kohësh po kryeshin veprime hetimore bashkë me palën franceze për dyshime të tjera për të dhe do të kemi një njoftim. Kemi kërkuar të sekuestrohet çdo pasuri e tij në Francë, pasi kemi informacion që ka edhe të tjera, veç avionit me të cilin u kap. Sa i përket arrestimeve nga Byroja Kombëtare e Hetimit, Brau tha se rasti kryer disa javë më parë nuk do të jetë izoluar. Ne synojmë që arrestimi i kryer nga Byroja Kombëtare e Hetimit të mos jetë izoluar, por ta kthejmë në praktik pune, sa kohë ligji parashikon një kompetencë të tillë në ato raste që do të jetë mundur. Qëllimi është që BKH të bëjë jo vetëm arrestime, por edhe veprime të tjera hetimore, por ne nuk e zëvendësojmë dot policinë e shtetit. Kreu i SPAK pranoi se ata kishin regjistruar një kallëzim të sjellë nga kuvendi për deputetin Agron Shehaj dhe tha se po verifikohet.
I pyetur mbi hetimet për ish-zëvendës kryeministren Belinda Balluku, Brau tha se ato po vijojnë, por ende nuk ka një vendim nëse do t'i drejtohen kuvendit për një kërkesë të dytë për heqjen e imunitetit. Gjatë bisedimit me gazetarët, Klodian Brau bëri të ditur se gjatë 7 muajve të parë të vitit, SPAK ka përfunduar hetimin e 183 procedimeve penale, duke goditur 7 grupe kriminale dhe sekuestruar rreth 440 milion euro. 13 nga procedimet përfshin 16 zyrtar apo ish-zyrtar të nivelit të lartë dhe drejtues institucionesh. Sali Berisha thot se Ermal Beqiri dhe Ergjys Agasi mbrohen nga kryeministri Edi Rama. Sali Berisha akuzoi nga selia blu kryeministrin Rama se qëndron pas mosbatimit të urdhër arresteve për Ermal Beqirin dhe Ergjys Agasin, të cilët tha se edhe pse ishin në kërkim ndërkombëtar, kanë bler avionsi dhe kanë fluturuar mbi hapësirën e NATO-s dhe vendeve të Bashkimit Evropian. Të blesh avion dhe të regjistrosh avion në Austri në prill dhe në qershor, do të thotë që agjensitë e këtyre vendeve nuk kanë patur asnjë njoftim, që kanë dhënë certifikatat për mjetet e blera dhe përdorimin e tyre. Nuk ka dyshim se prokuroria dhe policia e shtetit, po të mos kishin marrë urdhër politik, do të procedonin në kohën më shkurtër për mandate arresti ndërkombëtare. Por ata nuk e bënin dot, sepse akshi ishte prona private e Edi Ramës. Sipas Berishës, i njëjti skenar u ndoq nga kreu i qeverisë, edhe pas arrestimit të Beqirit nga autoritetet franceze, duke aluduar edhe për shpërndarjen e një fotoje të këtij të fundit me presidentin francez. Kanë qarkulluar foto të presidentit Macron me Ermal Beqirin, të sigur se atë ka servir Edi Rama, se kur presidenti i Francës nuk mund të kishte një foto me një eksponent si ky. Pa komentuar, kryedemokrati nuk la edhe zgjatjen e hetimeve për ish-zëvendës kryeministren Balluku, duke vënë në pikpyetje ecurinë e procesit. Qytetari digjital njofton se kanë filluar ndërtimin e një mini materniteti në SPAK. Edhe në këtë dalje Berisha e bëri thirrje militantëve të Partisë Demokratike të mbështesin protestën qytetare, në të cilën prej 61 ditësh kërkohet dorëheqja e kryeministrit Rama. Avokatët e Kryebashkiakut të Tiranës Erion Velia e konsiderojnë mbajtjen e tij në burg si antiligjore, ndaj ata thanë se do ta ankimojnë këtë në gjykatën e Strasburgut. Vonesat e sistemit në shqyrtimin e kërkesave për të hequr masën e sigurisë, mungesa e proporcionalitetit dhe detyra e Erion Veliait si kryebashkiak, sipas avokatit britanik Ben Brandon, do të jenë pjesë e ankimit që do të bëhet në gjykatën e Strasburgut. Në një konferencë për mediat këtë të njëjtë ai renditi pikat kyçe që i konsiderojnë shkelje që sipas tyre do të çonin në heqjen e menjëhershme të masës. Aspektet më kryesore të këtij ankimi janë mungesa e dyshimit të arsyeshëm për masën e sigurisë, pjesa e prezumimit të pafajësisë, ka disa komente të bëra nga gjykata më të ulta që e kanë minuar atë, mojimi të drejtës së tij për të pasur qasjet e të zgjedhurit e tij ligjor, pengesa e pjesëmarrjes efektive të zotit Veliaj në këtë proces. Për Plaren Drecën, i cili përfaqëson interesat e kryebashkiakut në gjykatat shqiptare, gjykata e lartë duhet të marrë menjëherë në shqyrtim çështjen e masës për rigjykim. Vonesa në trajtimin e çështjes së Erion Veliait, pra çështjes masës sigurimit, është kryer një problem vetvete. Pra, fakti që është vonuar për rreth 16 muajsh i ka hequr efektshmërinë vet vendimarrjes. Gjykata e lartë caktoi datën 15 shtator për të marrë në shqyrtim çështjen e kthyer për rigjykim nga kushtetuesja për masën e sigurisë në ngarkim të kryebashkiakut të Tiranës. Ky i fundit po gjykohet me kërkesë të SPAK për dyshimet se është përfshirë në disa vepra penale, mes të cilave korrupsioni e pastrimi i parave. Një zjarr masiv ra pasditën e sotme në një magazin me materiale piroteknike si dhe plastike pranë fabrikës Cimentos në Shkozet. Jeni duke parë pikërisht flakët që janë shkaktuar atje. Në vend e ngjarjes shkuan 6 zjarrfikse e disa autobote me ujë dhe përpjekjet për normalizimin e situatës vijojnë. Për shkak të tymit të dëndur janë asfiksuar 2 zjarrfikës që janë dërguar në spital për të marrë një trajtim. Gjendja e tyre është e qëndrueshme. Zjarri shkaktoi probleme dhe në qarkullimin e automjeteve pasi u bllokua lëvizja në unazën e qytetit Durrësit si dhe udhëtimi drejt Kavajës. Ndryshe nga vendet fqinje, Shqipëria gjendet këtë vit në një situatë më të favorshme për sa i takon zjarreve.
E teksa disa vende të rajonit dhe Europës po përballen me raste të shumta zjarresh me pasoja edhe në njerëz, Shqipëria ndodhet këtë vit në një situatë mjaft të mirë, krahasuar jo vetëm me vendet e tjera, por edhe me vetë statistikat e një viti më parë. Kriju i Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, Haki Çako, thotë se këtë vit janë regjistruar vetëm 27 vatra zjarri me 209 hektar të djegur. Zjarret janë bërë më të përhapura pothuajse në nivel global. Situata në raport dhe në krahasim me vitin 2025 është shumë herë më e përmirësuar. Kemi rreth 27 vatra nga 1 qershori. Kemi një sipërfaqe rreth 209 hektar të djegur dhe rreth 330 hektar të përshkruar, gjysma e vatrave zjarrit të 2025-s. Të dhënat tregojnë se shumica dërmuese e rasteve janë zjarrvënie e qëllimshme dhe mes tyre ka edhe ripërsëritës. Mbi 90% e rasteve është zjarrvënie me dashje, por brenda asaj kemi pakujdesi apo papërgjegjshmëri, një pjesë e konsiderueshme të cilëve janë edhe të evidentuar nga policia, por që janë dhe përsëritës. Çako thotë se për shkak të efekteve të ndryshimeve klimatike, emergjenca civile ka rritur kapacitetet në përballimin e çdo situate. Adresë të bashkive për të reaguar si njësit që reagojnë drejt për së drejti në menaxhimin e zjarreve, të vatrave të zjarre, por edhe në kapacitetet e nivelit qendror, mundësimin e 3 avionëve me krah fiks, të cilët do t'i shtohen flotës së helikopterëve që ka forca armatosur për menaxhimin e zjarreve në vendin tonë. Për shkak të dëmeve të vitit kaluar nga zjarret, qeveria akordoi 1.9 miliard lek për dëmshpërblimin e banorëve të prekur. Shërbimet e check-upit dhe dializës do të afrohen nga shteti pas përfundimit të kontratës me koncesionarin. Pas mbledhjes qeverisë, Ministri e Shëndetësisë Evis Sala njoftoi se këto 2 shërbime, kontratat koncesionare të cilave përfundojnë përkatësisht shtator e nëntor, do të ofrohen nga shteti. Gjithashtu, ajo konfirmoi edhe një herë se me këtë kalim do të hiqet edhe kufizimi maksimal i moshës për kontrollin shëndetësor falas. Ministria bëri të ditur se qeveria miratoi dhe ngritjen e institutit të parë të tumoreve në Shqipëri, i cili do të ketë 3 fusha veprimi, atë klinike, të mësimdhënies dhe kërkimit shkencor. Mirë, do të flasim për Kosovën, ku sot e ka patur një mbledhje të jashtëzakonshme të kuvendit LDK-s, tashmë dihet një pjesë e këtyre, pra të kryesisë së kësaj partie, kanë kërkuar shkarkimin e kryetarit Lumir Abdigjiku. Pikërisht këtë mbledhje po e ndjek gazetarja jon Blerta Dalloshi Berisha, me të cilën do të lidhem në këto momente. Blerta, të përshëndes, mund të na përmbledhësh çfarë ndodhi ose çfarë po ndodh tani aktualisht? Përshëndetje Res, po qysh në orën 18 ka nisur kuvendi i jashtëzakonshëm i lidhjes demokratike të Kosovës, ndërsa para pak minutash ka nisur edhe votimi për shkarkimin ose jo të kryetarit Lumir Abdigjiku, kërkesë kjo e rreth 150 delegatëve të cilët kishin kërkuar kuvend të jashtëzakonshëm pas rezultatit të zgjedhjeve të 7 qershorit. Mbetet të shihet nëse do të vazhdojë të jetë në krye të lidhjes demokratike të Kosovës Lumir Abdigjiku apo jo, me që nevojiten shumica e votave të delegatëve të pranishëm, ku të pranishëm janë 327 delegat. Në rast se Abdigjiku vazhdon të mbetet në krye të LDK-s, atëherë ai qysh nesër mund të vazhdojë negociatat me lëvizjen vetëvendosje për krijimin e institucioneve, të cilat i kishte pezulluar pas kërkesës për kuvendin e jashtëzakonshëm, por nëse jo, atëherë pritet që të formohet një trup e përkohshme për të marrë me organizimin e një kuvendi tjetër, ku edhe do të votohet për kryetarin e ri. Mbetet të shihet nëse kjo trup do të marrë edhe kompetencat për negociatat me lëvizjen vetëvendosje. Mirë, Blerta, të falenderoj për raportimin tuaj nga Prishtina. Neptun, një nga zinxhirët më të mëdhenj të elektronikës në vend, sjell një fushat të pazakontë ofertash në kulmin e sezonit veror.
Të gjithëve na ndodh që gjatë gjithë vitit vetëm të shikojmë, të mbajmë shënime dhe të presim pastaj me muaj të tërë për të bërë blerjet e pajisjeve elektroshtëpiake për shtëpinë. Jemi mësuar të mendojmë që ofertat e mëdha i përkasin një muaj të caktuar, por më shumë se sa një e premte dhe më mirë se sa e zezë janë ditët hot që vinë në Neptun në datat 31 korrik, 1 dhe 2 gusht, sepse këtë vit uljet ekstreme nuk i përkasin vetëm muajt nëntor. Kemi krijuar një ofertë fantastike dhe mezi presim që ta ndajmë me klientët tanë. Dhe në fakt kjo fushat nuk bën fjalë për produkte të zakonshme, por për përzgjedhje pajisjesh vërtet premium nga markat më të mira, të cilat vijnë me çmime speciale. Për 3 ditë me radhë, blerësit mund të gjejnë teknologjinë e fundit të televizorëve OLED dhe mini LED, apo frigorifer nga markat lider si LG dhe Beko. Listës i shtojnë lavatriçet me performancë të lartë nga Bosch dhe Miele, pajisja më e kërkuar e momentit Dyson e Europe, si dhe konsola PlayStation 5. Ndërkohë për ata që duan zgjedhjen më të mirë për të përballuar temperaturat e larta, e gjithë kategoria e kondicionerëve ofrohet me ulje që nisin nga 45%. Për këtë ofertë verore kemi bërë një kujdes të veçantë që të përfshijmë teknologjinë e fundit. Do jenë 3 ditë speciale për të gjithë ata që duan të blejnë me cilësi, por mbi të gjitha të blejnë me një kursim të ndjeshëm. Kështu në Neptun nuk ka nevojë të shikosh, të mbash shënime dhe të presësh më gjatë. Uljet më të zgjuara të vitit mbërriten në mes të verës. Këtu përfunduan këtë edicion lajmesh, zonja dhe zotrinj, ju falenderit për vëmendjen. Mirupafshim.